në qershorin e vitit 2022 i tregon prokurorit lartë Allan Tiger se kush i ka sjell dosjet sekrete nga Beogradi në Kosovë. I tregon me fakte, i tregon që ka qenë pikrisht Faik Meri ai që i ka sjell këto dosje. Dhe imagjinoni sikur kjo të përdorej nga ana e advokatëve të Nasim Haradinajt dhe të Hysni Gucatit, ata kurrën e kurrës nuk do të dënoheshin nga 4 vite e gjysmë burg. Do më thonë, 9 vite burg i kanë marrë 2 ushtarë të shquar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për shkak se Faik Meri i sjell dosjet sekrete të përgatitura në Beograd me dëshmitar të përgatitur nga Beogradi i sjell në Kosovë. Dhe këte rrëfim ekskluziv Halit Saitaj ja tregon Allan Tigerit, e Allan Tigeri me siguri që nuk i tregon trupit gjykues, por i mban për çorçet e veta të ngushta deri në momentin kur ne kemi arritur ta marrim këtë incizim dhe që fillimisht krejt ky incizim është publiku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për opinionin bardh shqiptar po e publikojmë tani. As far as my preparations for the statement in The Hague, as far as I understood, Mr. Jack Smith was aware of that. Do më thonë, unë i kom qenë aty vetëm si kuna njerë i programum dhe i dërgum në gjykatën speciale për deklarimin qashtu si se më ka pregadit personi i CIA-s. So I understood that I was kind of programmed and prepared to convey this information as I was prepared by this CIA agent. Edhe kom prova, sepse ato dokumentat si janë desklasifiku të prokurisë speciale në Beograd, e si janë shit në Kosovë, si që ky agenti i CIA-s është personi kryesor i organizimit kësaj pune. And I have proof that all these documents that were leaked, declassified, from Belgrade in relation with the Kosovo Specialist Chambers, it's behind this is this person, the CIA person. E ai mu më ka shti më rajt ndryshe. Edhe njerë më fal. Edhe ai mu më ka shti më rajt prokurorin speciale ndryshe. And he has made me to lie to the specialist prosecutor. Çdo moment e ka përzi zotin Jack Smith. Unë kurs nuk e kom pa Jack Smithin, ma ka kalun telefon një 5 herë më fol me ta, po kur nuk e kom pa, edhe nuk e dija ka qenë Jack Smithin telefon. Nuk e di. Veçaj ka përmen emnin e tina. And he, the CIA guy, always let me understand that Mr. Jack Smith knew about this, and he several times has passed him on the phone. I don't know Jack Smith, but he purportedly I was speaking to him on the phone, which was passed by the CIA guy to me. Okay, got it. So you wanted your purpose in calling Chris Bennett and explaining this to us is to declassify, that is to let us know that about this CIA agent and your relationship with him. Pra arsyeja që ju na morët ne, pra morët Chris Bennettin, ishte që të deklasifikosh këtë agent CIA-s, pra me cilin ti ke pas lidhje. Because he declassified you and now you're declassifying him. Pra, sepse ai të deklasifikoi ty, kështu që edhe ti po e deklasifikon atë. Shiko, zoti Alan, unë shumë kom besu
Unë kom besu shumë si jom të ndihmu me zgjedh do krimet shumë trona që ka ndodhë. So I always believed that I was helping assisting Kam besu para. very, very grave crimes that have been committed. That was my belief. Edhe për mu ka qenë një kënaqësi të ndihmoj prokurorisë speciale në Haag. And for me, it was a pleasure to help the SPO in The Hague. Edhe kom besu, edhe besoj sot si organet të inteligjencës të Amerikës janë të punu edhe informata edhe informacione dhe hetime janë të bate. Unë besoj për veti. And I've always believed that the American intelligence services are working to gather information to that end. That's what I have always believed. All right, understood. All right. E kuptoj. Well, for now, that certainly completes. We've gone a long time already. It's an hour and 15 minutes, I believe. Për tani, në më thënë, duam ta përfundojmë, zgjatëm pak shumë, rreth një orë qerek në duket. I understand that you conveyed to us the information that you wanted to provide to Mr. Bennett in that phone call, and thought you provided, or at least the information that was in part the subject of that conversation. Kuptoj pra që informacionin që ju i përquat zotit Bennett në atë thirrje telefonike, besoj që na e përquat, pra ose ishte pjesë e asaj bisede. Po. Yes. Okay. So only the last piece of information that I think rounds out what you provided before is can you tell us the name of the person you claim is a CIA agent? Edhe në fund desha me të pyet nëse mund na japësh emrin e këtij personi që ju thoni që është agent i CIA-s? Në fillim e kom kuptuar se ky person e ka emrin Florian. In the beginning I thought his name was Florian. Kurse më ka thonë se ka në Haag nickname Adidas. Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milaim Zeken.